Sot do të trajtojmë një problem i cili aktualisht shumë i ndjeshëm. Pambukorja e ullirit është i dëmtues që në pamje të parë duket sikur është dhe duhet marrë në konsiderat, por do të them në përgjithësi që pambukorja e ullirit është i dëmtues sekondar. Në këtë kontekst do thosha që ka disa specifika. Është i dëmtues i cili prek qoftë degzat, po të shikoj, ashtu dhe prek dhe në lulëri. Por nisur nga veçoritë biologjike të këtij dëmtuesi, dëmton qoftë larva, qoftë insekt i rritur, dhe ajo çfarë është specifike është që tek larva, pikë në pjesën e barkut, kanë disa gjëndra të cilat sekretojnë fije dylli të bardha, dhe pastaj këto fije dylli të bardha gështetohen me njëra tjetër duke mbuluar koloninë e dëmtuesit. Dhe të jep përshtypjen që në pamje të parë mbulohet pothuajse e gjithë luluria dhe konsiderohet apo krijon idenë që kemi të bëjmë me një dëmtues shumë të rëndësishëm. Por nisur nga specifikat e këtij dëmtuesi, nisur edhe nga monitorimi që kemi bërë në vite, si dhe nga kërkimi shkencor mbi këtë dëmtues, mund të rekomandojmë për gjithë fermerët tanë që edhe pse duket në pamje të parë si një dëmtues i cili duhet marrë shumë në konsiderat, duhet t'ju them që nuk justifikohen të përdorur produktet e mbrojtjes bimëve. Për faktin sepse kemi është i dëmtues i cili ku prek lulërin, bima e ullirit ka një numër të konsiderueshëm lulësh, kështu që si thuaç kompensohet. Dhe nga ana tjetër, edhe nëse kemi prekje të degëzave, do të thotë që bima përsëri, ekosistemi i ullirit përsëri e kompenson. Kështu që do rekomandonim për gjithë fermerët për këtë dëmtues të mos realizojnë trajtime kimike me produktet e mbrojtjes bimëve. Sepse vetë bima e ullirit e kompenson nga një anë, nga ana tjetër janë faktorët abiotik të cilat e minimizojnë zhvillimin e këtij dëmtuesi, si dhe vetë në ekosistemin e ullirit kemi organizma të dobishëm, të cilat e mbajnë në kontroll. Pra, si përfundim do thoja për të gjithë fermerët të mos jenë të shqetësuar për këtë dëmtues dhe të mos realizojnë trajtime me produktet e mbrojtjes bimëve në fazën e lugëzimit, sepse nuk janë të justifikueshme. Në përgjithësi, ne kemi një mentalitet që fermerët janë të prirur për të bërë trajtime, por do thosha edhe një herë bazuar qoftë në punën monitoruese të disa vjeçare, qoftë edhe në aktivitetin kërkimor shkencor bazuar në projekte kërkimore shkencore, si dhe në shumë artikuj shkencor dhe të cilat kemi pikërisht rezultatet reale, mund të themi që nuk duhen të trajtohen, të realizojmë trajtime kimike për këtë dëmtues. Megjithatë, nëse kërkohet informacione më tepër, absolutisht ju mund të drejtoni në platformën ABA, pikërisht atë pyet ekspertin dhe mund të merrni çdo lloj informacioni në lidhje me këtë dëmtues apo edhe me probleme të tjera fitosanitare të kulturës së ullirit. Ajo çka është e rëndësishme, që nëse duam të kemi një prodhim të qëndrueshëm, duhet patjetër që monitorimin e kësaj kulture ta kemi në intervale kohe të barabarta me qëllim për të garantuar një prodhim të qëndrueshëm.